organizohen. Atëherë kemi zgjidhje formale të gjithë kësaj proteste të madhe. Ndërveç kryeministri ka kjo nuk ka përzidur pozicion politik i Shqipërisë, por Amadu japi një sens gjithë kësaj energjie dhe kjo energji do konsiderohet e shpërrim një racionale, ka një ndryshim theksor dhe i ka hapur rrugën disa ndryshime të tjera. Mos mendojmë që gjëra mbyllet me ndërheshin e kryeministrit. Ka një arsye sot për mos të protestuar shqiptar, një arsye për mos protestuar. Dhe mesazh për qytetarët, për ata që s'kan mundur gjë sot shef. Shiko, kjo është një protestë horizontale që njerëzit kryesisht po incentivojnë, po bindin, po frymëzojnë njëri tjetrin. Dhe nuk para presi kështu që t'i frymëzojnë njëri nga lart si një autoritet mitologjik apo një autoritet politik apo një autoritet civil. Ata duan thjesht të jenë afër njëri tjetrit, solidar dhe të arrijnë atë qëllim përbashkët që ndërheqë kryeministri. Pra një mospajtimi plot me gjën ekzistuese. Deri çfarë arrin qytetarët, pse nuk duan të largohen? Se duan ndryshim. Deri natën vonë. Deri 11-12. A mendon se do vi dita që nëse kryeministri si do të jenë trikut natën ditën 24 orë? Mund të vijë çdo gjë, por të garantoj unë që për shkatëzimi, si se kuptoj unë, për shkatëzimi nuk ka për të ardhur nga kryeministria, por ka për të ardhur nga mjedise tjera, periferisë shoqërisë, aty ku janë konflikte dhe njerëzit e kuptojnë që tani ka ardhur momenti që mos kesh bindje më sepse është pa dushur situatë. Nuk ka për të ndodhur mendoj ku për shkatëzim, ka ndodhur në Për rrjedhën, çfarë mendimi keni? Mali atje, muri atje është mbritur, është bërë me beton. Unë mendoj që siç mora vesh sot që kryetari i bashkisë pas ka konsideruar që flejtë mbështimit të dorë, mendoj që në rang kombëtar një nga vendimarrjet e parë që do të bëjë moratorium i plot dhe ndalimi çdo ndërtimi që është bërë në Shqipëri, sepse ne jemi të zhurmë në mafën e ndërtimit, marrë pronë